Sot është dita ndërkombëtare e lirisë së medias. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, gazetari Milaim Zeka i akuzuar ditë më parë nga Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit për intervistim të dëshmitarëve të mbrojtur, thotë se gazetarët në Kosovë dhe përgjithsisht në Ballkan janë më të pambrojturit. Me zotin Zeka bisedoi korrespondenti ynë Besim Abazi. Zoti Zeka, sapo jeni akuzuar nga Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit, për që është ndërhyrje në drejtësi përkatësisht për intervistimin e dëshmitarëve të mbrojtur. Si shihni këtë akuzë dhe çfarë presni ju, si do të zhvillohet ky proces? Fillimisht dëshiroj të them që është fatkeqësi që Misioni i Bashkimit Evropian ka ngrit një akt akuzë ndaj një gazetari i cili edhe është nënshtetas evropian, jam nënshtetas suedez, dhe kjo është një sulm direkt ndaj punës gazetarëve, veprimtarisë gazetarëve dhe ushtrimit të profesionit tonë në mënyrë të lirë. Unë e shoh këtë si një shantazh dhe një kërcënim që u bëhet gazetarëve të Kosovës, nga se Kosova me themelimin e gjykatës speciale, tribunal, siç ka hyrë tash në terminologjinë e Kosovës, do të kaloj në për procese shumë të rana këtë vit dhe vitin që vjen. Do ketë arrestime të jashtëzakonshme, do ketë procedura dhe zhvillime të jashtëzakonshme gjyqësore, dhe duke e akuzuar një gazetar suedez, Misioni Evropian dëshiron t'ju dërgoj një mesazh gazetarëve tjerë dhe t'ju thotë që përderisa ne guxojmë me e kap një gazetar tillë, juve çka ju bëjmë. Pra, për mendimin tim, është shantazh dhe shkelje e drejtave direkte të gazetarëve. Po zoti Zeka, para se të ishte e tillë çfarë cilësoni ju, a nuk është keni përpjekje për të vënë drejtësi në vend në fakt? Ju keni shkelur ligjin? Unë nuk e kam shkel ligjin për shkak se unë nuk e kam ditë që këta dëshmitarë janë të mbrojtur ose të pambrojtur, dhe çdo dëshmitar është i mbrojtur vetëm në rast se don me qenë i mbrojtur, dhe në momentin që ai nuk dëshiron me qenë i mbrojtur, nuk është i mbrojtur. Unë pra nuk kam posedu informacion që janë dëshmitar të mbrojtur ose të pambrojtur. Këta janë dëshmitar të cilët kanë dhënë intervistë me vullnetin e tyre, por ajo çka e ban akuzën shumë absurde në rastin tim konkret është se unë akuzohem për momentin për një dëshmitar që kam tentu ta baj intervistë, e kam taku me një kafe 2 herë, dhe intervistë e cila në një kur nuk ka zhvillu, në 2 kur nuk është transmetu. Po në një farë mënyrë, sipas Euleksit, ju keni ndërhyrë vetveti duke u takuar me dëshmitarin e mbrojtur, nuk duhet një gazetar ta vërtetoj statusin e dikujt para se të qaset atij? Nuk është në mënyrë absolute asnjë ndërhyrje që e bojnë gazetarët në procese të tilla. Në gjitha praktikat e gjyqjeve edhe në Amerikë edhe në Evropë, gazetarët janë të lirë në mënyrë absolute të bojnë intervista me dëshmitarë. Dhe në qoftë në këtë rast dëshmitari ka qenë i mbrojtur, atëra është përgjegjësia e Euleksit që nuk ka arrit me izolu këta dëshmitar dhe nuk ju ka thonë këtyre dëshmitarëve që ju nuk keni drejt absolute të kontaktoni me gazetar. Prandaj është përgjegjësia e policisë të Kosovës, përgjegjësia e policisë të Euleksit me i rujt dëshmitarët e vet. Prandaj unë nuk besoj që kam ndërhyrë në mënyrë absolute. Po çështja e dëshmitarëve në Kosovë është çështje e mprehtë tash një kohë të gjatë, diskutohet shumë për pamundësinë e mbrojtjes së tyre, mungesën e një programi të mirëfillt për mbrojtjen e dëshmitarëve. Nga përvoja nuk do të ishte kjo mjaftueshme që ju të përmbaheni nga pavarësisht dëshirës së gazetarit që të përmbaheni nga çësia ndaj dëshmitarëve, qoftë duke i mbrojtur ata? Jo, te unë është e kundërta, ka abuzu shumë unë miku edhe Euleksi me çështjen e dëshmitarëve të mbrojtur, ka abuzu shumë me këtë, sepse nuk është e vërtet, por është e kundërta. Janë vetë prokuror të ndryshëm të Euleksit, në krye me Salustron, i cili ju ka dërgu deklaratat e dëshmitarëve të mbrojtur e të pambrojtur gazetave ditore të Kosovës, që në realitet gjitha i kanë zbulu dhe gjitha i kanë publiku. Rasti im dallon shumë, nga se unë jam rasti i parë në kohën e gazetarëve të Kosovës që kanë bën një punë hulumtuese rreth punës të Euleksit, rreth prokurorit Salustro, se cilat metoda këta i kanë përdorë gjatë marrjes në pyetje të dëshmitarëve. Dhe këtu a problemi që këtyne ju ka prek shumë. E kam pa që këta nuk ju kanë tregu dëshmitarëve se kanë të drejtë për avokat, në një, në 2, nuk janë marrë në cilësinë e dëshmitarëve,
po jenë morë në për oda shqiptare në pytje, në cilësin e një bisede informative, dhe duke po që evropianët kanë bo shkelje flagrante të procedurave ligjore, mu më ka lind ideja me bon një punë hulumtuse, se qka përbojnë këta prokurorë, këta hetus, a janë duke u sjellë si evropian, apo janë duke u sjellë sikur në kohën e Titos e në kohën e Enver Hoxhës. A keni frikë nga ky proces? Dhe si mendoni që do të përfundoj? Unë kam frikë vetëm për një arsye, kam frikë që Bashkimi Evropian është duke u dërguar një mesazh të frikshëm kolegëve të mi, sepse për veten time nuk kam as pak frikë, e para, dhe e dyta, nuk ka ndodhur në historinë moderne të Evropës që misioni evropian për shkak të një misioni mja dërgu 70 forca policore, forca speciale policore, një gazetari në zyre dhe në shtëpinë e tij, sikurone me qenë Osama bin Ladeni. Dhe kjo është e tmerrshme, kjo është një mesazh, kjo e ul në zero imazhin e Euleksit në Kosovë, për cilën unë kam andru që ka ardhë, për cilën unë kam thonë publikisht në program televiziv që në qoftë se misioni i Euleksit nuk vjen në Kosovë, unë as me aeroplan nuk kaloj mbi Kosovë. Si do të vlerësoni gjendjen e gazetarisë në Kosovë? Unë do them dy gjëra që mund të jenë shokante për gazetarët e Ballkanit. Gazetarët ballkanik në gjithë hapësirën e Ballkanit, e gjë që nuk e kuptojnë fatkeqësisht shumë evropian, janë gazetarët të cilët e kanë lirinë maksimale të spekulimit, të gënjeshtrës dhe të dezinformimit. Imagjinoni një kolegi yni ka bo shaka me Zdrav Koçoliçin dhe ka thonë Zdrav Koçoliçi e kalli Tiranën, Merita Halili e kalli Beogradin. Merita Halili midis New Yorkut dhe krejt portalet e kanë marrë si lajm të vërtet. Do me thonë, gazetarët ballkanik kanë liri të pakufishme me thonë gjithë shka për personin, për individin, me spekullu, me rajt e tja. Kjo është shumë e damshme për gazetarin. Jemi në zero të besueshmërisë. Ne sot gazetarëve në Ballkan nuk na beson askush. E para, tash po kthehemi te e dyta që është edhe më e rëndë. Jemi kori më i pambrojtur në Evropë. Jemi të kërcënuar nga mafia politike, nga mafia e biznesit, nga mafia e nëntokës. Por mas shumëti, gazetarët ballkanik janë të kërcënuar nga bosat e vetë, nga pronarët e media. Zoti Zeka, ju falenderoj shumë. Faleminderit shumë për jush.